Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tiron Alili në kanalin Monitor TV. Tani në fakt dua pak të ndaloj mes një diskutimit që ka ndodhur brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës. Do ndalojmë pikërisht tek Big Brother. Londrimi dhe Klodiani janë një dyshe fantastike. Janë një dyshe që për mendimin tim kanë përzgjedhur që të luajnë. Do të thënë nuk është një dyshe që lufton për të qenë në qendër të vëmendjes, që lufton për ta kapur prajmin me patjetër dhe janë në gjendje që të harrojnë dhe veten e tyre, dhe natyrën e tyre, dhe personalitetin e tyre për prajmin, por janë një dyshe që din të dhurojnë gjithmonë dashuri dhe energji të bukur pozitive, apo din ta bëjnë atë lojën e bukur të Big Brotherit që në fakt ne e duam dhe na mungon. Natën e mbrëmshme, të pozicionuar në lavanderi, Lundrimi dhe Labinoti po bisedonin me njëri tjetrin. Tani Londrimi i tha Labinotit që e tepruara është e tepruar. Do të thënë, gjithçka që është e tepruar, gjithçka që është e tepërt, është e tepërt. Dhe ne duhet që të mësohemi, të respektojmë njëri tjetrin, duke mos e gjuajtur në tokë komplet vlerën tonë, sepse ky Big Brother do të zgjatën 2 muaj, 3 muaj dhe ne një ditë do dalim nga shtëpia e Big Brotherit. Do të thënë, sipas Londrimit, Labinoti është duke luajtur një lojë shumë të keqe. Tani, Labinoti sikur mori krah në momentin kur Fjolla Morina u bë pjesë e kësaj shtëpie. E para. E dyta, Labinoti ka hyrë me një strategji që në fakt mua më duket një strategji e kopjuar. Ai mendoi që dëshiron ta kopjon Luizin edhe Gjestin, por Luizi ka patur strategjinë e tij dhe ishte vërtetësia, dhe këtë lojën në këtë formë ai nuk e luante asnjëherë. Do me thënë, Labinoti dëshiron ta bën viktimën, bullizon dhe banorët e kanë marrë me një sy të keq dhe tani sikur kanë krijuar të gjithë banorët një lloj aleance, edhe Labinoti do me thënë është një personazh i parëndësishëm për shtëpinë e Big Brotherit për ato. Do me thënë është personazh pa vlerë, pa rëndësi fare. Flasim për banorët e cilët janë pjesë e kësaj e këtij kasti. Dhe për t'u shmangur nga Labinoti, ato më tani kanë krijuar grupet e tyre. Le ta themi që po krijojnë polet në këtë shtëpi. Labi, siç duket këto ditë, është vetëdijsuar pak edhe nuk është se i bën të njëjtat gabime, sepse edhe opinionistët këtë edicion, këtë puntat, ishin pak më të ashpër me Labin, edhe ishin pak më të egër me Labin, dhe kjo gjë e bëri pak Labin që të jetë pak më i vetëdijshëm në kuptimin e atë se çfarë ai flet. Por Londrimi, siç duket, e edukon edhe mëson. Tani unë nuk e di se sa mund të jetë Labi afatgjatë në Big Brother me këtë formë të lojës që ka përzgjedhur, do me thënë po krijon shumë dinamika, do të thoja të pa kuptimta. Mendoj që në qoftë se do të bështe një surprizë nga ana e produksionit për Labin, për ta informuar se këtë rrugtimi në këtë formë ke gabim dhe shiko zgjidh një rrugtim tjetër sepse duhet veprosh ndryshe, mendoj që Labinot Rexha do të ishte pak më në dieni për lojën që po bën brenda, sepse unë shoh kapacitet të Labit, nuk është që nuk shoh. Do të thënë, shoh një lloj personazhi që është shumë dinamik dhe mund të bën gjëra shumë të bukura, por gjithmonë në qoftë se ai e përzgjedhën formën se të sjellën gjëra interesante dhe vërtetësinë e tij dhe jo të krijon situata. Unë mendoj që Labi inskenon situata. Në momentin që ai inskenon situata, nuk është vetvetja dhe del në këtë pikën ku është. Tani, do të shohim se si do të shkon kjo javë për Labin. Do me thënë, Labi ka edhe 2 ditë të plota për të treguar lojën e tij. Mendoj që do të ketë dinamika, do të ketë agresivitet. U bën një muaj dhe banorët akoma nuk po ndajnë dot polet e shtëpisë, po mendoj që në këtë javë do të bëhet edhe më egër. Por Londrimi më pëlqen në këshilla që po ja jep te Labit, edhe pse Labi ofendoi, u munduaj që nëpërmjet ofendimit, do me thënë për të mos mbrojtur le ta themi LGBT-n, sepse Labi e quajti Londrimin homoseksual,
ai u mundua që ndoshta të tregon atë natyrën që unë fëmijën tim nuk e kisha lënë fare, por domethënë kjo gjëja përsëri filloi që të interpretohet ashpër edhe nga opinionistët dhe Labi mendoj që e kuptoi se ka përzgjedhur një rrugë të gabuar. Dua të marr mendimin tuaj për Labinot Rexhën, qëndrimin e tij dhe lojën që Labi po bën në shtëpinë e Big Brother.